Zemrat e bukura, mirë mëngjesi në vlogmas numër 2. Atëherë do pim kafen e mëngjesit. Kafen nuk e lem në mëngjes, ose në shtëpi, ose tek Mikeli që e marr në gotë plastike, por në shtëpi, do me thënë shpeshherë kur e pi, nga që çoj Adriana në shkollë direkt, edhe kështu që e marrim një kafe, tani jo me filxhan, kështu se shumica mund ta pi me filxhan me filxhan balte ose qelçi. Unë do ta marr me plastike, sepse me plastike e kam gjithmonë çdo ditë. Kudo që shkoj, kafen me vete. Nuk qëndroj shumë, do të thënë aty shumë pak, nëse ulem pak tek Mikeli, sepse më pëlqen në mëngjes, nuk ka njerëz, është qetësi, dhe kjo gjë më pëlqen. Në fakt kam disa letra, disa zarfa që mi ka lënë Fatmiri, ato janë për disa ziguracione të punëtorëve. Do shkoj t'ju a tregoj. Dje edhe në fakt kisha për të vajt nga shtëpia, po nuk kam net fare, do me thënë salash byrekun tek nipi Fatmirit dje, tani sot duhet që të shkoj të shikoj ç'a bëhet brenda, se nuk e kam parë, por kam qenë te rruga jashtë. Do me thënë nuk e parkova makinën, kam net po në makinë, aq neta. Sa dash byrekun edhe ika. Kështu që më duhet shkoj tek shtëpia, edhe nuk e di se më kërkoi ai nipi Fatmirit diçka, po dua ta marr në telefon që ta pyes ç'do. Edhe gocat kanë ikë në shkollë. Në fakt, Argida sot nuk ka mësim, sot do të bëjnë një xhiro ato, do bëjnë një xhiro në qytet. Ja ku i kam këtu. Pra emrat janë të shkruar këtu, edhe këto janë pra zarfat që janë disa letra që më duhet që të postohen, do me thënë do të bëhen edhe për siguracionet edhe të postohen. Pra do të merr edhe me këtë dhe këto të marrin edhe orë, në fakt. Nuk është që të shkosh edhe i ke dyert hap, so gjë është me radhë. Sot jam e sigurt që të shumë të orëve do më marrin këto letra. Por që të fillojmë nga puna, të pijat kafen, atëherë të gjithë muajin që do jemi bashkë, kafen e mëngjesit e kemi, do ta pim gjitha bashkë, do me thënë. Unë po ju tregoj veshje, po këtë leshin e deles këtu, si pastishe. Këtë do ta vesh, do me thënë, do ma shikoni vesh shpeshherë, megjithëse do vesh se kam të tjera, po e kam si më praktik për çdo ditë. Edhe kam veshur një set, lexon Paris, është i trikotuar, edhe me tuta. Edhe do ta vesh me atlete. Në fakt ky shkon edhe me ug, me ato çizmet, ug, edhe me çizme tjera, do me thënë hyn, por me atlet do ta vesh. Kështu që po ju tregoj edhe veshjen e sotme, se më duket sikur nuk e di pse, po këtu para, nga që janë larg këto, shpeshherë janë të trikotuar, nuk e di pse këtu para nuk më rrin mirë, do me thënë, mblidhen dhe kam shumë bezi kur bëhen kështu, po hajt mos e mirë janë. Ja edhe kafja e mora, atëherë po pres Silvia se po vonohet, shkoni sa bukur i kanë nxjerr gotat me kështu, me baba gjysh me sliten, edhe me drerët, po kafja është super, wow. Këtu na erdhi Kristina, Kristina përshëndetje çik, si përshëndetje? Hej moj, jo? O zoti madh. Edhe e pim kafen tu, Kristina ka bërë analizat, po s'na folis Kristina. Ja këtu jemi ke kafja, s'ka njeri, është vetëm i bukur që bëhet. Da heqim gotën se kjo është kafja Silvias, unë e marrova. Edhe kemi sot Kristina, se na ka bërë analiza Kristina sot. Kristina? Po
Do iki të shtëpia, do iki ti marr kafe nipit Fatmirit, do kafe, do dhe një kartë për telefonin, edhe do ndaloj domethënë, do hap krau këtë, do ndaloj sepse jam në autostradë. E mora edhe kafen, po ai e do tek for all, domethënë, te kjo, jo te Mikeli. Edhe kështu që më desh ndaloja këtu, mora kafen për punëtorin ton që po na bën shpinë xiz, po na e bën, domethënë ka bërë shumë punë i Fatmirit, punën më të madhe domethënë ka bërë. Atëherë po fillojnë ca pika shiu, e ka dhënë 3 ditë do biri shi pa pushim. Vëndse domethënë, kështu që na filloi. Edhe nisemi, ti çojmë kafen, djalit. Edhe t'ju them të drejten, nuk kam grën as edhe një gjë. Dua të ha. Më hahet, domethënë tani nuk kam grën as edhe një gjë dhe nuk e di. Edhe sot kam bërë mend që mund shkoj edhe për Black Friday. Imagjinoni. A filloi shiu. Jam dashësor, po shkoj tek Guess. Të shkoj pak një pasuse. Do shkojmë dhe njësi këtu te Guessi. Nuk e di, nuk ka dhe shumë gjëra të lira. Do me thënë me një ullje, wow. Kjo që nga lezetshme tek pjesa e jakes, me pëlqen. Shkoj marrim syzet, si kam ble akoma. Era i mora dhe syzet e Guessi, syzet për Fatmirin, se në fakt, 2 palë që ka, një palë janë gërvisht, një palë të tjera thot që i kam pak të lira. Edhe, thash t'i marrë një dhurat dashurisë të jetës time. Tu tregoj pak edhe këtë dreri që e kanë vendosur si 2 fotografi. Shumë i bukur. O zbres shkallët. Edhe jemi që jemi, do me thënë. Do shkoj të marrë çokoladën Laka me zemër që kisha thënë të djeshme dhe nuk e kisha marrë. Nuk kisha kohë. Tani do shkojmë marrim çokoladën poshtë në -1. Te kapi -1. Okej, kam ardhur këtu tek një gjiravico, të me thënë sufllaxhi, edhe shkoni pak ato këmbanat atje si deleve. Edhe do marrë për argitur një gjira, të me thënë një sufllaxhi. O pres numrin. Tani, do thoni ju, ja dhe qesja Slavenitit. Atëherë morëm çokoladët me zemra, do t'ja tregoj të shtëpia, sepse do shkoj të gatuaj. Unë kam pak gjell, por dua të bëj diçka tjetër, ta bëj me salmon, do bëj një makaron, ta bëj pak sipas mënyrës time. Edhe çfarë doja t'i thoja tjetër tek qesja, ka marrë janë këto, domethënë multi-hair që quhen, siç është kjo marka e madhe Dyson, do me thënë që është për flokët. Atëherë unë e kam provu, të them të drejtën, para shumë kohësh kur ka dalë, doja ta bleja, por sinqerisht për mendimin tim nuk ja vlen për aq lek, do me thënë 500 euro. Të marrësh 500 euro Dyson, është tjetër gjë Dyson që për të fshi shtëpinë. Okej, ajo fshesa me bateri, ja vlen. Unë e kam Rohenson, por është super, do me thënë. Patjetër që Dyson mund t'jetë pak më e fuqishme, por s'besoj sepse voltët i kanë njësoj, do me thënë. Unë nuk e mora, e kam marrë Easy është një nga markat shumë të mira elektrike, më pëlqen. Kam pas marrë një tharë se para shumë kohësh dhe doli super e mirë. Atëherë pse do thonë ju çe deshe? A mu desh apo jo? Më duhet, do ja tregoj tek shtëpia. Më duhet pse ne jemi 3 femra në shtëpi, të treja me flokë të gjata. Hajde unë si kam shumë, po është duke u rritur, por Argita dhe Adriani kanë flokët goxha, do me thënë i kanë dhe të trash, edhe të gjatë, më duhej.
Kamerën e kam lënë nga mbrapa, se na shurdhoi. Më duhej, sinqerisht më duhej sepse me tharsen tjetër që kam marr, kam 2 tharse, mi ka rëzuar gjithë. Unë nuk dua që të mirëzoj, domethënë poshtë, sepse tharse nuk hyn më në punë. Kurse kjo është shumë e lezetshme, shumë e bukur, më pëlqen mënyra e formës që ka, do ja tregoj. Ka 6 pjesë brenda, edhe ajo që më pëlqeu më tepër ishte pjesa e kokës që thaj Floket, që ishte shumë e hollë dhe është, domethënë për mua është si tip tharse profesionale. Domethënë pjesa aty duhet jetë e hollë. Kështu që shkojmë në shtëpi që t'ju a tregoj edhe do gatuaj që vajti vonë. Okej, do dalte nga para kamerës. Okej. Ta shtyp të karriken? Tani. Ngele me ble për ditë. Prandaj s'duhet me dalë, kur dalë që kam punë për shkakun, them hajde se po vini njerë. Na të shmeni këtë Black Friday, që ka. Kjo ishte €1.20, janë këto hyjet që vendoset tek xhamat e dritarëve, që të vendos tek dhoma e gocave, nuk e di, besoj edhe këtu tek dritarja e sallonit, në një të vogël, nuk e di pse nuk e pëlqej shumë. Po, për gocat më tepër. Do t'ju tregoj që mora edhe një klaf telefoni, po e kam vendosur tek telefoni, edhe do ja tregoj, me thënë që e bleva të ri, sepse kisha shumë kohë me atë klafin, pa ta marrë një tjetër shumë të mirë me një faqe franceze që ma kanë sjell mas një muaj atëherë kjo faqe franceze dhe nuk e di pse u ça. Nice, 20 euro e mora. Imagjinoni, nuk e di pse u ça, plasi vet, u ça domethënë via që çahet një kluf ose kallaf, si i thon ndryshe, si mas dialektit, i telefonit në atë mënyre. Atëherë, çfarë më mungonte? Më mungonte një në kuzhinë, ky prerësi i brumbit. Do me thë ky këtu, dhe unë e kam marrë me centimetër, është ky këtu. Dhe, me duaj një prizë, sepse i kemi marrë gjithë prizat, po kemi qo dhe ke shtëpia re. Ky do me thënë. Këto, prizë të shumë, këto spinat më duhen për dritat në balkon, sepse nuk i kam vendos, duhet i kisha vendos dritat në balkon. Po bie shi, tani nuk e di, ti vendos më vonë apo tani. Okej, edhe, ta nxjerrim dhe këtë se harru, edhe morëm lakta. Neve ngordhin për këto. Do me thënë duhet e kisha marrë që ditën e djeshme. Nejse. Okej, a më duhej kjo? Më duhej, sinqerisht, tani që e solla në shtëpi, isha duke mendu, wow, nuk e di. Ja tregoj Fatmirit këtë, ti them hajde të thaj Flokut, apo sot ai ka dhe takim do shkoj të qetet. Ai qetet me numrin 1. E bon 2, do 1 lart dhe 0 poshtë. Edhe nuk e di. Domethënë, tani të mendosh, okej. Nuk është ja mora ati lekët, por pra, kur je në familje, nuk do thot i ke ti apo i ka mund. Do me thënë, neve në familje nuk, unë me Fatmirin asnjëherë të shift. Por derisa s'kemi arrit deri sot 18 vjet, do me thënë, po bëjmë 18 vjet martesë, edhe 2 vite kështu, 20 vjet, pra 20 vjet bashkë. Tani, ti tregoj mi çik. Që nga këte, o zotin. Prandaj po theja që për mua nuk i leverdis Dyson për 500 euro. Nëse do ishte më lirë, okej. Nëse për mua do ishte 100 e ca euro, tek 200 edhe mundet, por 500 euro ose 600 euro, sinqerisht nuk i hedh kur ato lekët e asaj për një tharse për Flokët. Nuk e di pse, ndoshta jam gabim, ka njerëz që mund t'i hedhin, por duke fitu lekun me gjak me djerse, tani po të më dilte leku më kollaj, hajde mos e kisha vlerë edhe. Po nga u hape mo jaman, e pas ka pas të lartë. Okej, hajde t'jo tregoj tani, se çfarë ka brenda. Ajo që më pëlqeu ishte që koka kthehej, do me thënë, t'jo tregoj, kthehej në këtë mënyrë, do me thënë, jo vetëm drejt, bëj edhe kështu. Jo vetëm drejt, pra bëj edhe kështu. Okej. Fillojmë. To jam blerit e Black Friday, Okej, unë do të hapë kështu, do me thënë që... e pas kam këthi me kokë poshtë. Unë kam të forta për zotin. Atëherë. Ja ku është dhe figura këtu. Edhe ka këte kërherin e trash.
që ky i duhet Argitës, jo vetëm Argitës, po dhe mua më duhet sinqerisht. Edhe mua më duhet, nuk e di pse. Ka dhe difuzori që për të bërë kaçurella, difuzori këta. Nga ky kam 3-4, nuk e di sa kam domethënë. Po çdo tharsa e ka. E kemi dhe këtë tjetrin, të kërerin, në një krah, këtu. Pas ka lëshu thërrime kjo bia ime, se ka ardhur Argita. Tjetër, është edhe kjo, me ajer për të bërë kaçurellat, po janë këto, nuk e di sa duken, ja dhe kjo, për të bërë kaçurellat. Edhe pjesa e kokës për ja bet në këtë mënyrë, për kthehet të ri, edhe horizontalisht, edhe vertikal kthehet në këtë mënyrë. Dhe kjo ishte ajo blerja që nuk e di pse në momentin e fundit më prish mendja. Tani do ta çoj te atje, edhe të tregoja pak lefin, është ky këtu dhe i shkonte shumë telefonin, në fakt super. Ka një ngjyrë floriri që e adhurova. Tani do t'i çoj edhe një herë qese, edhe do t'i çoj matan, ndërsa këto pastaj do t'i vendosim, ndoshta sot, ndoshta nesër, të shikojmë. Edhe këto ka kuzhina, aty ku kam vendin, këtë tek, ose tek dhoma ime, ose tek dhoma gocave, por një për një do t'a çoj tek dhoma ime, edhe do t'a provojmë domethënë se çfarë pune na bën. Nëse s'na pëlqen do ta kthejmë, patjetër. Çfarë harrova t'ju tregoj, syzet e Fatmirit të Gesit. Është. Provova dhe vetë, po i kisha shumë të mëdhaja, kështu që patjetër aty do t'i bëjnë, është edhe copa që shin xhamin, janë këto këtu, por imagjinoni kur i vendosa atje, më shkonin shumë, dhe ja marrni xhiro Fatmirit. E kanë xhamin super, do me thënë të japi një qetësi syri fantastike. Të them të drejtë i mora me ulje Black Friday. Ja. T'ja heqim çik me kujdes, edhe t'ja bëjmë surprizë. Se tani për vete morëm gjitha të kuti të madhe. I mërshëm do një gjë. Këto në fakt nuk janë as shumë të shtrenjta, as shumë të lira. Thashme që kam kartët e Gesi, kam vite. Edhe i mora pak me ulja të këto pantalonat. Pra i mora për Adrianushin, që kanë të qepjen e ngusht të poshtë. Një copë fantastike me kuadrata. Edhe do thoni ju që i mora me ulje. Jo, sado që Black Friday nuk i mora me ulje. To i mora, po kanë një copë shumë të mirë të butë. I mora 22,95. Atëherë mora dhe këtë golfin për Adrianushin, të bezhi, që të mbaj fytin ngrohtë tani në dimër. Unë i kam marrë edhe të tjera, po i mora dhe këto 8 euro. Edhe këte, po si harrova t'ju tregoja këto. Në fakt, këtyre do t'jap një larje pak me dorë, shpresoj që të thahen. E t'i veshin në një ditë. Edhe këto do t'i lejmë tek dhoma gocave. Shkoj gatuajmë. Atëherë vendosa edhe dreke në furrë, siç e pat, do ta bëj kështu me pak makarona, mund ta preferojnë gocat më tepër që mund ta hanë, djathin, domatinjat, çfarë vendosa në tepsi, do t'i shtyp mirë me pirun, sepse do bëhet si tip salce, prandaj kam vendosur me i pjek, edhe do të zi pak makarona, e të shikojmë, ndoshta mos i bëj nga këto
jo makaronat me fjalë të zakonshme, spageti, mund t'i bëj edhe jufkat, shikoj. Me thënë se i preferojnë shumë jufkat me salmon gocat. Edhe kemi ardhur fund videos dhe do të shihemi nesër, prandaj unë kam vendosur me pjek, kurse unë me Fatmirin unë kisha gjell, kisha bërë gjell me patate me mish, edhe ka tepru, edhe thash më mirë po bëj këtë, thajnë sa thajnë gocat, çfarë të pron, pastaj më mrapa mund të ha edhe unë me Fatmirin sepse nuk dua që të gatuaj dhe ta hedh. Në fakt, sot kisha një ide për të bërë një kadaif shumë të veçantë, por mendoj që do mbesi për nesër ose për pas nesër, pra të shikojmë një herë dhe do të shihemi nesër. Dhe nesër mos harrojmë do të provojmë dhe këtë që blem, pra është ky multi-styler, pra që është me ajer. Pra do ta provojmë nesër. Kështu që bye, shihemi nesër.